Thua? Pse çfarë lidhje ka? Jo, për thënë që e para i përkasin një rrymë, domethënë, partive të majta. As ka përpamje ideologjike, s'ka asnjë lidhje. Dhe janë aq të ngjashëm në mënyrën se si e ndërtojnë politikën, që domethënë janë të dy që kanë bërë protesta dhe kanë vrarë militantët e tyre për të fituar legjitimitet. E ka bërë PS-ja në 21 janar, e ka bërë dhe Kurti kundër qeverisë në 2007-2008. Dhe që të dy kanë bërë. Po. Për shembull Kurti nuk ka bërë protesta kur kanë qenë Kosova e pushtuar në Serbia. Bile ka qenë ata që ka qenë për protesta paqësore dhe i kanë mbajtur në paqësor. Janë videot e tyre. E gonte dëgjova në leta plas, pastaj po matuaj. Dhe protestat që ka bërë Kurti, kur ka qenë Kosova e pushtuar, ka qenë protesta paqësore. Bile mburet dhe ke në kamera që thotë unë jam për protesta paqësore dhe i mban dhe ata studentët që mund të përplasëshin me policinë serbe i mbante. Në momentin kur Kosova doli e pavarur dhe pastaj për të fituar legjitimitet i përplasi për Pakun Aktisari dhe aty është vrarë një militant i vetëvendosjes, gjë që është ngjashme edhe me atë që ka bërë Rama këtu në Shqipëri. Në ana tjetër, mënyra se si e trajton opozitën, mënyra se si mundohet që ta delegjitimoj opozitën është pak a shumë e ngjashme me mënyrën se si Rama e delegjitimon opozitën ose tenton ta delegjitimojë në Shqipëri, mënyra se si mundohet që ta marrë gjithë pushtetin për vete, gjithë tepsin, gjithë baklavan për vete. Gjithë mediat. Cilat media kontrollon Kurti në Kosovë? Po prit për ta mbaroj. Po për cilat media kontrollon Kurti në Kosovë? Atëherë, Kurti ka futur edhe këtë mënyrë dialogu që e ke ti, dhe që e kanë të tjerë, dhe që është në Kosovë, dhe që është futur në Kosovë, që normalisht e para njerë nuk e lejnë tjetërin të flasi, edhe e dyta punës pastaj. Mirë, kjo është treze rregullatët, kalon fjala moment pas kjo është si puna e Ramës, domethënë që edhe Rama kur ti filloni bën e ata çatu, të kërkojnë ndjesë sepse je në pozitën e unë dhe duhet që të jem më gentil në këtë rast. Kur është pra ke të drejtë, më fal. Ideja e Kurtit është jashtëzakonisht ngjashme me Ramën. Në mënyrën se si e percepton që gjithë pushtetin duhet ta ketë vetë, siç është edhe Rama Shqipëri, gjithë tepsinë do vetë, timonin e do vetë, delegjitimon opozitën, ka nisur, po themi, ata që janë militantët e vetë për të përplasur, për të legjitimuar dhe ka gjakun e militantëve bisupe, siç ka dhe Rama. Pra, po të shikosh, në kjo pikpamje janë që të dy jo të ngjashëm, po janë identike. Dhe në mënyrë, dakor, kjo është mendimi im. Dhe në këtë mënyrë që ka bërë dhe mënyrë se si e ka polarizuar në Kosovë, është shikohet dhe rezultati i LDK-s. LDK-ja në vetvete nuk ka një lider që t'jetë, po themi që kur ka vdekur, domethënë Rugova, në LDK nuk ka pasur një figurë të fortë, një lider të fortë. Dhe ky debat që është bërë në Kosovë që tani fillohet tek fortësia e liderit, pra lideri legjendar që me shpatë në dorë do shpëtojë Shqipërinë dhe që do eci vetëm para. A e dëgjuat Kurtin që tha tani do ecim përpara, vetëm para etj, që është po njëjti diskurs me Ramën. Vetëm përpara. Po, vetëm përpara dhe po mirë, ai lideri i fortë, vetëm përpara do thotë se ky lideri i fortë, bravo do të pak vështirë. Ky lider i fortë do përballë një tjetër personazh që tjetë i fortë. Problemi është që opozita në Kosovë me futjen, po themi PDK-ja me heqjen e Hashim Thaçit, e ka humbur atë fortësinë apo liderin e fortë që mund të përballet me Kurtin, ndërkohë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka ngelur anonime me Abdigjikun, që është tani. Ja, mund t'jap dorëheqje se e cekë pak skenarin. Kush mund të vijë si problemi është, shiko, liderat nuk krijohen brenda një viti apo 2 vite. Duhet një farë kohë që të krijohet një dikush. Domethënë edhe vetë Kurtit ju desh shumë kohë që të binte në sy dhe të dilte. Kështu që edhe ai që do dali tani në LDK duhet të jetë, po themi, do e ketë shumë të vështirë që do bjerë në sy. Por rezultati është më së i qartë. PDK-ja e ka ruajtur pak a shumë të njëjtin rezultat elektoral.
që ka pasur dhe mos harrojmë që ka pasur një kryetar si Memli Krasniqi, i cili dha dorëheqjen për Bedri Hamzën. Po. Dhe nuk duket se ka sjellë ndonjë rezultat të mirë Bedri Hamza, plus që situatë që, domethënë, na 17 nëntori që është larguar. Po, nuk ka shumë rënje krahasimisht me LDK-n. Jo, nuk ka, por është ngritur dhe është konsoliduar si parti. Problemi i LDK-s, ajo që shikoj unë, është fakti që nuk ka një lider i cili të jetë frymëzues apo të jetë një figurë referuese. Dhe kjo e ka bërë që të ketë rënje shumë madhe, sepse po të shikosh kush janë PDK-ja që identifikohet me Thaçin përgjithsisht, apo Aleanca për Armiqin e Kosovës që identifikohet me Ramushin, pak a shumë qëndrojnë aty. Lëvizjet më të mëdha i ka LDK-ja dhe kjo tregon mungesë leadershipi në LDK. Tani, kjo mungesë e leadershipit është pak e vështirë në LDK, sepse LDK-ja përgjithsisht është mbajtur si partia po themi e qytetarëve dhe atyre që kanë qenë pak më. Ndërkohë që PDK-ja dhe AK-ja janë parë si parti periferike që kanë ardhur nga zona fshatare, po themi zona Drenicës apo zona e Rrafshit, Dukagjinit dhe të tjerë. LDK-ja ka qenë përgjithsisht e Prishtinës edhe këtyre që ishin qytetet kryesore dhe është e vështirë që ti të prodhosh një figurë të fortë në qytete. Një figurë që të jetë realisht e fortë në qytete. Dhe jo vetëm që është e vështirë të prodhosh këtë gjë, por në krau tjetër edhe vetë qytetet kërkojnë një figurë që të jetë më e ngjashme me Rogovën, që të jetë pak më e pjekur dhe normalisht LDK-ja këtë gjë nuk ka arritur ta bëjë dhe më duket e vështirë që ta bëjë edhe në të ardhmen këtë gjë. Pra është më e lehtë në Kosovë të prodhosh një figurë të fortë, se sa të prodhosh një figurë si puna e Rogovës. Kështu që normalisht mbase për LDK-n do ishte mirë që të ishte kryetari i Bashkisë Prishtinë. Pra ai mund të ishte Përparim Rama? Po. Tjetë kryetari i LDK-s. Mbase do ishte më mirë ai si personazh, sepse duke qenë se je në një kryeqytet siç është Prishtina, ashtu siç është edhe në Shqipëri, domethënë, rasti e para njëherë të jep një platformë në cilën ti njifesh, e dyta punës ti mund të lançohesh për gjëra të tjera sepse e ke fituar një farë njohje në publik në krahasim me figurat e tjera që mund vinë mbrapa. Kështu që mbase mund të ishte ai një personazh i cili mund të ngrihesh deri në një farë niveli, por për mënyrën se si është ndërtuar LDK-ja, si ka funksionuar deri tani, më duket pak e vështirë në të ardhmen. E shoh më të lehtë për PDK-n, që të ecim me personazhe të fortë dhe të shpresojmë që nëse kthehet Thaçi me mbarimin e gjyqit, mbase mund të shikojmë një ringritje të PDK-s. Dhe por për mendimin tim, ata që janë në këtë rast, po themi, lëvizje vetëvendose ka për të vazhduar me atë të vetën dhe më duket shumë e vështirë që të shkundet nga kjo manie shqiptarëve që të votojnë njerëzit të fortë dhe të japin 3, 4, 5, 6 mandate, domethënë rresht. Më duket e vështirë edhe sikur Thaçi vetë jetë aty. Domethënë do ketë në mungesë të një LDK jetë fortë, edhe PDK-ja vetë nuk është se ka një avantazh për të marrë pushtetin. 99%, ndërkohë sepse regjia më ndihmon tek sa më përditson moment pas momenti dhe faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, teksa ne jemi duke parë sigurisht në ndryshimet e vogla të cilat përditsohen, vazhdon të jetë lëvizje vetëvendosje për 50%, 49 presje 42% apo 429.775 vota. Rezultati në rang kombëtar, kuptohet, jemi duke folur për zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme, për shkak mënyrës se si u krijua dhe u zhvillua gjithçka në Kosovë. Ndërkohë, në momentin që do kemi reagime të tjera, se nëse nuk gabohem, patëm zotin Abdigjiku, zoti Hamza nuk ka dalë ende për një deklarat pas daljes rezultatit, ndërkohë Limaj, nuk e di, jam kurioze faktikisht të shija, të dëgjoja të zotin Limaj çfarë kishte për të S'ka gjë për të thënë Limaj. S'ka gjë për të thënë. Limaj nga personazhi që mund të ishte Kingmaker i nëntë shkurtit, sot është praktikisht humsi kryesori këtyre zgjedhjeve, është jashtë. Sepse është jashtë. Nuk do të ketë, nuk ka si mandat. Dhe nuk besoj se ka ndonjë gjë për të thënë. Fatmir Limaj është si Petro Koçi, PSV-91-shi, që ju afrua një parti të madhe dhe pastaj u zhduk. Domethënë, ky është fati i gjithë atyre partive të vogla që afrohen në një forcë të madhe polarizuese. Praktikisht zhduken. Ke diçka për
krahasimin me zotin Koçi apo? Jo, kam fakt për ata që nuk mbajtën asnjë lloj qëndrimi për gjatë këtyre 10 muajve në situatën politike të Kosovës. Kemi parë Partinë Demokratike të Kosovës e cila i dha dritë një shile për të mandatuar si kryetar të kuvendit Dimal Bashën, pra bëri një akt dhe e votoi, ndërkohë që Lumir Abdi Xhiku gjatë gjithë kohës nuk ndau asnjë qëndrim se çfarë do të bënte, edhe pse doli i treti në këto votime, sillej, pra në 9 shkurt sillej si lider i parë. Të njëjtën gjë bëri dhe zoti Limaj, duke flirtuar her pas here me zotin Kurti, duke mos rënë dakord për pjesën e tortës të cilën donte të ndante. Zoti Kurti nuk lëshoi pesë, siç edhe deklaroi me sloganin pastaj të zgjedhjeve të kësaj radhe. Kështu që të dy ata që nuk morën vendime, po themi të dyja palët që nuk morën vendime dhe nuk bën asnjë lloj qasje mbi situatën, duket se elektorati nuk i ka dashur dhe i ka ndëshkuar për të thënë që duhet ndar mendja se në cilën anë mirë apo keq të situatës duhet të qëndrosh. Kështu që unë kështu e shoh edhe LDK-n edhe zotin Limaj. Çfarë ndryshoi në Kosovë për gjatë këtyre muajve, zoti Peka, nga shkurti deri në dhjetor që solli ndryshimin e rezultateve dukshëm? Çfarë ndryshoi? Nuk ndryshoi asgjë. Çfarë i bidi apo jo qytetarët? Ishte partia politike e opozitës. Shiko, ne kemi diskutuar edhe sonte retorikën e Kurtit. Retorika e Kurtit synon të çonte aty ku çoi. Ngërqen institucional në pranverë, në mënyrë që çonte vendin në zgjedhjet parakoshme, sepse ai e dinte që me atë rezultate dhe po të merrte, po themi, mandatin, do i duhet që për presidentin të shkonte prapë në krizë politike. Ai i çoi partitë e opozitës aty ku deshi vetë. Dhe publiku në Kosovë, votuesi në Kosovë e dënoi opozitën. Duke i dhënë vetëvendosjes, nuk e di, një 7% më tepër, 7-8% më tepër. Jo, nuk është 7%. në